Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikrimin e datës 6 gusht 2026. Kemi një ditë që është një ditë shumë e rëndësishme astrologjike, sepse afërdita në peshore në orën 21:13 do të thotë që ka të bëjnë me ndikimet planetit dashurisë, i marrëdhënieve, i bukurisë, kënaqësisë, harmonisë, të ekonomisë dhe vlera të mëdha. Në peshore afërdita është në një pozicion të saj më të lartë, sepse vlerat dhe ndikimet më të mëdha që kanë të bëjnë në këtë shenjë lidhet edhe me një nga mundësitë dhe kohën e duhur mbi zhvillimet dhe ndryshimet. Duket se ndihet në shtëpinë e vet, ndihet në atë çka kërkon dhe duket se ka të bëjë shumë me mundësi të arta në vazhdimsi. Por gjithashtu, më të ndikuara nga futja e afërditës në peshore janë peshorja, dashi, kaforja, britsapi, sidomos të ditës së parë, fillimisht ata që kanë planete ose ascendente në këtë shenja. Duke gjithashtu sjell magnetizëm personal, bukurie, tërheqje dhe dëshirë për fillime të reja në marrëdhëniet. Për dashin, aktivizon partneritetet dhe marrëdhëniet përballë. Për kaforen, prek shtëpinë, familjen dhe jetën private. Për britsapin, aktivizon karrierën dhe imazhin publik. Shenjat e ajrit, binjak dhe ujor, sidomos të ditës së parë që marrin këtë ndikim mbështetës në udhëtime, komunikim, krijimtari, marrëdhënie sociale. Në fushën astrologjike, duket se është ditë shumë e mirë për pajtim, biseda dashurie, propozime të rëndësishme, takime dhe jo vetëm kaq, por edhe në lidhje me diplomacinë, bashkëpunime, marrëveshje, kërkojnë ekuilibër dhe shumë gjëra të tjera që do të ndikojnë në këtë ditë, një ditë mjaft e rëndësishme. Duhet të shmangim kompromiset e rrema. Ndikimi më i madh është ajo çka mund kemi, mos shpenzojmë shumë se ç'duhet, sepse nuk është në anën tonë, por gjithsesi një nga periudhat më me zë që ndodhin, diktojnë, rrezatojnë dhe mundsojnë mbi gjërat që neve kërkojmë. Prandaj është një mundësi në lidhje me takime, në lidhje me vendimet dhe në anën tjetër që do të kemi një mundësi mjaft të mirë dhe të mbar mbi ndryshimin që ndodhet, ose një nga mundësitë më të arta që kemi tani tutje ka të bëjnë edhe me pozicionimin e planeteve të kohës së duhur mbi zhvillimet dhe ndryshimet që do të kemi. Por para se të fillojmë bashkimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju kujtoj